Kemi ne pse shpesh për ëmbëlsira dhe nuk e kontrollojmë dot. A mund të lidhet kjo me çrregullime të insulinës dhe ekuilibrit sheqerit në gjak? Çfarë mund të thënë? Po, mund të lidhet. Faleminderit që ma kujtove, sepse insulina e lartë shkakton diabet. Diabeti është një nga sëmundjet madhore sot në botë dhe është derivati drejt për drejt i çrregullimeve hormonale. Pra aty ku ne kemi insulin që nuk vepron siç duhet korrektisht në organizëm, kemi diabet të tipit të dytë, ose kur kemi mungesë të insulinës, pra nuk prodhohet aq sa duhet nga pankreasi, kemi diabet të tipit të parë. Dhe gjithë kjo situatë krijon një çrregullim të metabolizmit. Çrregullimet e oreksit sigurisht që kanë komponent hormonal, patjetër, por unë desha të nënvizoj që nuk është vetëm, domethënë komponenti hormonal, janë një sër komponentësh të tjerë që mund të ndikojnë tek mënyra e të ushqyerjes. Sigurisht, hormonet ndikojnë në nivelin e oreksit, pra ku ne kemi uri, janë disa hormone që direkt japin në nxisin në tru nivelin ndjesinë e urisë. Nga ana tjetër kemi ndjesinë e ngopjes që ka kontroll hormonal. Por lloji i ushqimit, specifikat e të ngrënit të ushqimeve të shëndetshme ma kërkon organizmi. Këto nuk janë hormonale. Unë do të thosha që në kohën e sotshme tendenca për të ngrënë ushqime është më shumë psikologjike se sa fizike. Përkundrazi ushqimet e shëndetshme sot janë pa sheqer. Kategoria sheqernave zakonisht është e përjashtuar nga ushqimet e shëndetshme.